Fshati Rogovi, rajonit të Hasit, gjendet 16 kilometra larg prej qytetit të Gjakovës. Veçëria e këtij fshati është timi i larë natyror, por me një numër të madh të popullsisë e cila ka emigruar jashtë Kosovës. Megjithatë, ai numër po ashtu i madh i banorëve të cilët jetojnë këtu në vitet e fundit po përballen me raste të vjedhjeve. Edhe pse ata thonë se këto raste në ditët e fundit janë zvogluar, prapse prapa ata ndihen të frikësuar dhe të pasigurt. Me të vërtet ndihemi shumë të rrezikun, pasi që edhe nuk jemi sigurt edhe në familjet tona. Ka ndodhur shumë raste, ka ndodhur raste vjedhjesh, grabitjesh në shtëpi, domethënë zakonisht të vjedhjen bën në shtëpi kur nuk ka njerëz, domethënë shumica banorëve të fshatit jetojnë gurbeta dhe shtëpitë e veta i lënë thatë. Se fenomeni vjedhjeve ka krijuar shqetësim tek banorët e Rogovës së Hasit, e thot edhe kryetari i Këshillit Lokal të fshatit, Islam Gashi. Banorët e Rogovës së Hasit mendojnë se një alternativë për zgjidhjen e këtij problemi është krijimi i një nën stacioni policor. Ne si Këshilli Lokal i fshatit kemi organizuar mbledhje me strukturat komunale, sidomos të policisë. Kemi bërë kërkesa se duhet të veprojmë disi tash ta ndalim këtë hajni, këtë frikë, këtë shqetësim të masës, bëjmë një përmirësim. Kështu ka ndodhur 2016, ka pas raste edhe në 2017 në fillim. Çtash ditët e fundit nuk kemi raste. Ju kam drejtuar Ministrisë Punëve të Brendshme për një nën stacion policor në fshat, megjithse para luftës deri në ditët e fundit ka qenë në Rogovë në stacioni policor, edhe rend ka qenë një rend fort i mirë. Nën stacioni sukur kishte me pas ndryshim, jo vetëm për Rogovën, por edhe për Hasin, se në tërë Hasin ka probleme. Në anën tjetër, në drejtorinë rajonale të policisë në komunën e Gjakovës, thonë se krijimi i një nën stacioni policor nuk është prioriteti i tyre për momentin. I pari i këtij institucioni të sigurisë Ahmet Hasi shpejt se kupton shqetësimin e këtyre banorëve, por edhe tregon arsye pse nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Kohën ata më përpashme para luftës kanë pas postat policisë, kanë pas në stacionet policor. Tani Gjakova dhe këtë regioni i Gjakovës ka vetëm një nën stacion në Ponashec. Në zona tjera nuk kem pas mundësi buxhetore, mirë po edhe nuk është interesi në fushën sigurisë në çdo këto zona ku ka pas më përpara, sepse rrethonat kanë ndryshuar. Policia e Kosovës është pajisje me mjete më moderne, edhe qytetarët në këtë komunën në tonë Kosovën është fshati me ndokushte më tjera. Mundësia e intervenimit nga stacionet bazë është shumë e shpejtë dhe shumë e madhe. E sa i përket vjedhjeve që kanë ndodhur në vitet e fundit në këtë fshat, ai tregon se ka pasur edhe të arrestuar. Këtë vit kena pas vetëm 2 vjedhje, një vjedhje edhe një vjedhje të rëndë në zonën e Hasit. Dhe të dyhet kanë qenë në fshatin Damjan, janë në procesin e hetimeve. Ka pas nuk ka pas raste enorme që janë shqetësuese për banorët. Mirë po që janë gjetë kryqësit, ka pas edhe vepra të tjera dhe më të rënda edhe në zona tjera rurale, po edhe në qytet që kemi zbuluar. Në mes tjerash, drejtori i Hasi ka thënë se pavarësisht se fshati Rogove Hasit gjendet disa kilometra larg Gjakovës, jo policia ka një plan operacional të veprimit në të cilën është e përfshirë edhe kjo zonë. Sipas tij, nëse këta banor hasin në probleme të kësaj natyre, autoritetet policore janë në dispozicion të tyre.